Trupi i gjykues në gjykimin e madh të speciales Thaçi dhe të tjerët ka caktuar 12 qershorin si afatin e fundit kur ekipet mbrojtëse duhet të dorëzojnë mocionin e përbashkët për rrëzimin e aktakuzës. Mëtej ka marrë vendim që prokurorisë specializuar t'i shkurtohet afati për ta kundërshtuar kërkesën e mbrojtësve. Mishëtiq, Dixon, Roberts dhe Alagenda, Kimberly West dhe ekipi i saj do të kenë mundësi që deri me 7 korrik të tregojnë se duhet të mbetet në fuqi aktakuza, ndërkaq vetë paneli gjykues i kryesuar nga Charles Smith ka bërë të ditur se synon të marrë një vendim lidhur me rrëzimin e aktakuzës së madhe me 14 korrik, raporton Info Magazin në Klan Kosova. Varësisht nga vendimi pritet të rrjedhin afatet e tjera, paraqitja e dëshmitarëve nga mbrojtësi i viktimave dhe pastaj u është caktuar ekipeve të mbrojtjes 16 korriku, kur duhet të bëjnë të ditur nëse në vjesht do të paraqesin rastin e tyre dhe nëse do të thrasin dëshmitarët në sallën e gjykimit.